Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer në studio me intervistat e radhës. Në Kërçino, kuvendin e Kosovës ka bërë që presidentja e vendit, Vjosa Osmani, të reagoj rreth kësaj situate në vendin tonë. Presidentja Vjosa Osmani tashmë ka ftuar në një takim konsultativ liderët e partive kryesore në vend. Siç njofton Bekim Kupina, këshilltari i presidentes Osmani, presidentja e vendit ka propozuar që takimi të mbahet me 15 maj. Presidentja Osmani do të fillojë një seri konsultimesh rreth çështjes së konstituimit të kuvendit nga data 15 maj. Ftesa tashmë janë dërguar për takimet e para dhe po presim konfirmimet, thot Bekim Kupina, këshilltar për media i Vjosa Osmani. Kosova vazhdon të jetë pa kuvend funksional, pasi që deputetët kanë dështuar edhe në përpjekjen e 14 të konstituojnë kuvendin e ri. Dështimi më i fundit ndodhi të dielën e 11 majit, kur kanë kaluar 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare me 9 shkurt. Sikurse në seancat e ditëve të kaluara, edhe të dielën kryesuesi i seancës konstituive Avni Dahari kërkoi sërish formimin e një komisioni për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për krye parlamentar. Grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me mbështetjen nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të saktësuar shkeljet e mundshme kushtetuese gjatë tentimeve për të zgjedhur kryeparlamentarin. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, tha se veprimet e ndërmarra në kuvendin e Kosovës janë të patolerueshme dhe përbëjnë shkelje ligjore. Ne gjithmonë i kemi respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese, pavarësisht cilat janë, ne asnjëherë nuk kemi thonë që ndonjë vendim që na konvenon ta pranojmë e vendimet që nuk i takojnë, që nuk na pëlqejnë, nuk i pranojmë. Dhe kjo qeveri ju e dini që është shkelësja më e madhe e vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke bërë ligje antikushtetuese edhe të cilat kjo gjykatë i ka shpall antikushtetuese dhe që kanë vazhduar me shkelje. Këta janë shkelëset më të mëdha të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ne cili do që të jetë vendimi do ta respektojmë. Pas dorëzimit të lëndës në kushtetuese, Kadria i tha se kryesuesi i seancës konstituive me 5 maj ka ndryshuar formën e votimit për kryeparlamentaren. Po luhet me imazhin e kuvendit të Kosovës. Shihni në seancat çdo 48 orë, nuk ka askush nga ambasadorët e vendeve të Kuintit apo zyrtar që i përcjellin këto seanca, sepse po dihet rezultati, po dihet se çfarë do të ndodhë. Kjo qeveri nuk ka reflektuar, ka pas parti që kanë dhënë edhe opsione të tjera që ndoshta ndonjë kandidat tjetër që është më konsensual do i kishin votat e opozitës, mirë po këta po vazhdojnë me kandidatin e njëjtë, ata duhet të mlidhen dhe të thonë është detyrë e tyre me gjetë zgjedhje, nuk është detyrë e opozitës e partive që kanë qenë në opozitë. Deputetja e AK-s, Time Kadriaj, tha se i takon partisë fituese që të gjejnë zgjidhje në këtë situatë. Kërkuam nga gjykata kushtetuese që kjo të trajtohet me prioritet, duke konsideruar që është shkelje ligjore, po mendojmë që po vlerësohet edhe vlera e kuvendit të Kosovës duke mbajtur seanca plenare çdo 48 orë dhe seanca të cilat i konsiderojmë që po shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. I lutem akterët që ta trajtojmë me prioritet, ndoshta edhe me një pezullim të përkohshëm, me një mos të përkohshëm për ndalim të mbajtjes së seancave derisa gjykata me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe ta merr një vendim. Nesër në orën 10 është parapar vazhdimi i seancës konstituive, ku për të 15-ën herë do tentohet konstituimi i legjislaturës së 9 të kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje sërish do ta propozojë Albulina Haxhiun për kryeparlamentare, e cila nuk po arrin të sigurojë votat e mjaftueshme. Kosova edhe këtë vit ka humbur mundësinë për antarësim në Këshillin e Evropës. Kjo pasi aplikacioni i saj për antarësim në këtë organizatë nuk është përfshirë në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mblidhet me 13 dhe 14 maj. Sipas njohësve të këtij procesi, mos trajtimi i çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe mos formimi i institucioneve të reja, ka ndikuar në mos përfshirjen e Kosovës në agjendën e Komitetit të Ministrave.
ministrave. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk komentoi rreth mos përfshirjes së antarësimit të Kosovës në agjendën e ministrave të punëve të jashtme të Këshillit të Evropës. Trup kjo vendimarrëse për antarësim, e cila mblidhet vetëm një herë në vit. Profesori integrimeve evropiane Dritro Arifi thotë se Kosovës i ka ikur treni për antarësim në Këshillin e Evropës. Në Këshillin e Evropës ajo agjendë është te kaluar, ne nuk kemi në maj në agjendë, nuk kemi qenë, por edhe ndoshta ta kishim pasur qeverinë, e kishim pasur një shpresë që mund të kishte lëvizur diçka. Pra, nëse e themi me një fjalë, ne jemi duke humbur botkuptimin tonë me politikën e jashtme. Duke referuar ambasadës gjermane që është në Prishtinë, e cila ka thënë publikisht para 2 javë apo 3, ka thënë që kushtet e paraqitura më herët në besin valide dhe ne nuk mund të shtyjmë asnjë agjendë, pra realisht antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm derisa nuk zbatohen ato kushte. Ata nuk kanë kërkuar që Kosova ta themeloj asociacionin, ata kanë kërkuar që Kosova vetëm ta dërgojë në gjykatë kushtetuese për interpretim. Mandej themelimi i tij mbetet ende çështje politike. Në anën tjetër, profesori i të drejtës kushtetuese Kadri Kryeziu thotë se edhe mosformimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nëntshkurtit ka ndikuar që të mos ketë vendimarrje në Kosovë në lidhje me kërkesën e aleatëve për dërgimin e draft statutit të asociacionit në kushtetuese. Kjo formë, domethënë, e procesit është tepër negativ, si për faktorin e brendshëm, po ashtu për faktorin e jashtëm. Unë e kam propozuar disa herë se sa më shpejt duhet krijohet qeveria se si vjet, neve na presin punë të jashtëzakonshme, edhe duhet ta kemi parasysh ndryshimin e administratës amerikane, e cila është ndryshim radikal, është edhe pa parashikueshëm se çka ndodh me neve. Kështu që ata duhet me qenë shumë agil, duhet me qenë shumë të kujdesshëm, të ndërgjegjshëm për krijimin e qeverisë sa më parë. Pengesë për të përfshirë në agjendë vitin e kaluar, u bë përcaktimi i Kosovës për të mos përmbushur kërkesën e 3 prej shteteve kryesore të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, për ta dërguar në gjykatë kushtetuese draft statutin e propozuar nga BE për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Institucionet në Kosovë nuk e kanë pranuar draft statutin e hartuar nga Bashkimi Evropian për asociacionin, derisa janë shprehur kundër dërgimit të këtij për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në vitin 2022. Pas bloku të lajmeve u kthem në studio për të diskutuar çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë e që ndërlidhen gjithsesi me çështjet e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Një periudhë goxha e gjatë që nuk po konstituohet Kuvendi i Kosovës. Me mua në studio është Arton Muhaxhiri, njohës i ekonomisë, i cili do të na flas nga ana e ekonomisë për këto çështje. Arton, faleminderit shumë që erdhe në Infodi. Faleminderit shumë Djellë për ftesën. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e TVD. Arton, dështuam edhe të dielën në konstituimin e Kuvendit, sa po e penalizon ekonominë kosovare ky mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pritet edhe nesër të kemi një seancë, kështu që çka pritet? Realisht gjanat nuk i shoh shumë ndarës në aspektin politik dhe ekonomik. Këto janë aq të lidhura njëra me tjetrën, saqë është e pamundun të ndash. Ndikimi i njërës ka refleksion të tjetra edhe anasjelltas. Dhe ajo që ka ne po shohim në mos konstituimin e Kuvendit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës mund të shpjegohet me një mënyrë. Ata ose kanë zgjedhur me mundësinë për me zgjedhur problemin, ose kanë zgjedhur me bë hajgare me popullin, dhe deri tash unë po konsideroj që ata janë duke bërë hajgare me popullin, sepse për 14 herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës, rrjedhimisht kështu do të dështojnë të gjitha segmentet ose funksionimi të gjitha segmenteve në shoqërinë tonë, duke përfshirë edhe segmentin kryesor që është ekonomia. Ne jemi dëshmitar, kemi parë fushata të jashtëzakonshme të partive politike, sidomos 2 prej tyre kanë pas fokus zhvillimin ekonomik të vendit si rezultat i punës së 4 vjeçare të qeverisë e cila është në largim. Dhe duke pasur fokusi tyre ka qenë ekonomia, atër pikrisht këta deputet secilës parti politike pa përjashtim janë duke bllokuar Kuvendin, rrjedhimisht po e bllokojnë edhe
edhe segmentin e ekonomisë dhe zhvillimin ekonomik të vendit, sepse mos konstituimi i kuvendit ka pasoja të jashtëzakonshme në rrjedhën normale të ekonomisë, e cila por edhe po ashtu ishte aq e brisht në këto vitet e fundit, për shkak sepse Kosova ka pasur kriza të njëpasëshme, inflacioni lartë, mos investimi i paras publike në vendet në mënyrën e duhur, keqpërdorimi i fondeve publike, e cila kanë ndodhur nga institucionet qeveritare, dhe gjitha këto elemente e kanë degraduar ekonominë. Nëse ne jemi të fortë ekonomikisht, ne kemi ma pak gjasa të cënohemi edhe politikisht, edhe në aspektin sigurisë, edhe në aspektin sigurisë juridike, edhe në gjitha këto elemente tjera dhe këto gjithsesi që determinohen nga ekonomia e zhvilluar e këtij Mendon që i vendi. din politikanë tanë kosovar gjitha këto pika që po e dëmtojnë kuvendin e Kosovës në mos konstituimin e saj edhe më saktësisht qytetarin e Kosovës? Unë mendoj që ata i din mirë, bile ka politikanë të dy partive politike, PDK, LDK, që janë ekonomistë, ACZ, që ata kuptojnë qartë, por unë gëzëraj që nuk është faj tek opozita deri djeshme, por është fituesi i zgjedhjeve, cili edhe ashtu me platformën e tij zgjedhore nuk ka pas asnjë premtim elektoral që ka prek në mënyrë qendrore zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe ne Është çash më shumë çështjeve sociale. realisht ato nuk është që i ka bërë në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse ai më shumë ka shkep pare, ka fal pare se sa ka mujt se ka bërë në një investim që do të përkthente në mirëqenie sociale të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe atë punë që ka premtuar, ka bërë keq, ka bërë gabimisht. Prandaj unë gëzoj që këtu të dy bloqet janë duke e ndërtu ose të vendos nga një tull për ta forcuar blokun e dyanshëm. Për shembull, kemi vetëvendosjen e cila ka fituar zgjedhje dhe postillësi humbse, kemi partinë e tretë të DK-n, e cila ka humbur zgjedhje dhe postillësi fituese duke propozuar ide të jashtë realitetit politik në vend. Po, Artan, po gjithë kjo pasqyrë që po bëhet nëpër media, pra tha që lëvizja vetëvendosje po sillet sikur viktime, ndërkaq LDK-ja si fituese e zgjedhjeve, apo bëhet për një qëllim të caktuar, apo mendoni që qëllimi i caktuar është zgjedhje të cilet tashmë nuk na ka mbetur gjë tjetër, duke ditur që nuk po ka pajtim në mes të qeverive, në mes të partive. Hiç ka ndodhur dhe ka një qëllim të caktuar. Unë mendoj që edhe të zgjedhjet me shku duhet me konstitui kuvendi i Republikës së Kosovës. Dhe pa u konstitui kuvendi nuk mund të kalojmë të hapi tjetër edhe nëse dojmë të shkojmë zgjedhje. Mi po koha? Koha po ecë. Koha është ajo që nuk kthehet, investimi që nuk kthehet nëse ti e humb në formën që ne jemi duke humbur tash. Domethënë, ajo çka po ndodh aktualisht janë dy bloqe të cilat janë pozicionuar në qëndrimet e tyre dhe nuk shohin pe njëra me tjetrën. Dhe ata, siç po shihet, nuk e kanë telashet e popullit të Kosovës, i cili po ballafaqohet çdo ditë me vështirësi ekonomike, me shëtimin e energjisë elektrike, me shëtimin e çmimeve në përmarkete, në produktet bazë dhe sigurisht sikur pak kishin menduar ata për këto probleme që unë po i them, kishin vepruar ndryshe. Por ne nuk çuditemi nga lëvizja vetëvendosje, sepse ajo njihet bllokuese e secilit proces, edhe kur ka qenë në opozitë, edhe kur ka qenë në pushtet. Por unë çuditem të partitë të opozitare deri dje, të cilat nuk po mund të bëjnë një gjuhë për ta bërë një qeveri të opozitës ku theksi veçan ka qenë ekonomia e vendit. Sidomos PDK-ja edhe LDK-ja kanë pas këtë premtim kryesor në fushat. Dhe unë po shoh më shumë frikë për të marrë përgjegjësi, sesa gjithçka tjetër që po qarkullon në deklaratat e tyre. Dhe nëse ki frikë me marrë përgjegjësi për me zhvillu vendin, atëherë pse ki dalë në zgjedhje? Rrin shtëpi. S'ki nevojë me marrë pjesë në zgjedhje. Dhe unë këtë porosi, ndoshta më shumë do t'i takon të LDK-s edhe VV-s. Se VV-ja s'po merr përgjegjësi, po një kohë LDK-ja nuk po merr përgjegjësi dhe po i saboton të dyja palët, edhe opozitën, por edhe partinë fituese që është vetëvendosja. Prandaj nëse ti nuk i guxim me marr përgjegjësi, një mos e sill si fitues, ty rrin shtëpi, mos gara për zgjedhje. Nuk je për zgjedhje, sepse politika këtë ka për me marr përgjegjësi. Dhe ata
nuk përllogarisin kostën e dëmtimit ekonomik që këto sjellje për ja bojnë vendin. Artan po flitet që do shkojmë kështu deri në verë dhe së bashku do bëhen dy palëzgjedhje, ato lokale dhe ato qendrore. Kosta e tyre? Është ideja më e gabuar nëse ndodhë që dy palëzgjedhje të bëhen për njerë. Ka provu Kosova këtë formulë, nuk ka qenë e dobishme, nuk ka qenë e mirë, nuk ka qenë e shëndetshme. Sepse dhe votuesi është i hutum me dy palëzgjedhje, ashtu ne pak zgjedhje kemi ashtu të komplikuara mënyrën se si votojmë. Për shembull, zgjedhjet lokale kanë kandidatin veç, mas asamblen veç, mas pastaj kemi zgjedhje për deputet, tash janë bërë nga 5 në 10 dhe kjo vetëm e komplikon situatën dhe votuesi më shumë do të ishte demotivim për të marrë pjesë në zgjedhje. Dhe nuk ka ky qëllimi kryesor. Unë mendoj që zgjedhje do të ketë dhe mirë që do të ketë, sepse kështu nuk shko tutje, por duhet ta gjejnë formulën për me shku në zgjedhje. Unë besoj që presidenti i Republikës Kosovës këtu duhet me marrë rol. Nëse jo, atë duhet me pritë do një reakcion nga ambasada. Me njëherë ka hyrë në aksion, i ka zgjedhur kryetarët, kandidat për kryetar të komunave. Madje zotri Bexhet Xheladini, kryetari i komunës së Zeçanit, do të jetë edhe kryesuesi i listës LDK-s pra për të gjithë kryetarët. Mirë po, çka do të jetë dobishme për qytetarët, nëse bëhet e ripritet deri verës, jemi në një kohë ku çmimet vetë po fluturojnë 2 euro në çmimin e kafës, kemi pa atë fotot 25 euro një kilogram qërshia, që nuk i monitoron kërkush, do më thonë, çmimet në treg se qysh po shkojnë, tek po shkojnë. Pikërisht, derata e LDK-s që administratuesi i Lumirit që tha unë e jepa identiteme, po e lo këto dhe kush do më ardhë të bashkohet rreth meje. Kjo është sjellje sikur ai të kishte fituar 51% të votave dhe kjo nuk është në rregull, nuk është e shëndetshme më pari. Është mirë më bashku me partitë opozitare për ta bërë qeverinë dhe për ta ndërtuar këtë pjesën që e ki premtuar për zhvillimin ekonomik, për rritjen e pagave, për ndihmë të sektorit privat, sepse ne duhet të fokusohemi për të ndihmuar sektorin privat, i cili është edhe ashtu më i atakuar nga qeveria deri djeshme. Ne i dimë që çdo biznes privat, kjo qeveri ka quajtur oligark, sepse konsideron që secila pasuni që bëhet nga sektori privat është oligarki. Dhe unë mendoj që në asnjë rrethon, në asnjë kohë Kosova nuk ka pasur oligark. Unë konsideroj që ky pushtet ka filluar të krijojë oligarkët e tij, sepse Kosova në kalumen nuk ka pasur oligark, sepse oligark do të thotë kur biznesit i përgjigjet komplet struktura aparati shtetëror. Do të thonë, ndikimi i biznesit ka ndikim të jashtëzakonshëm te aparati shtetëror, te qeveria, te kuvendi dhe te ne asnjëherë nuk ka ndodhur kjo në kalumen, por kjo qeveri në largim, unë mendoj që ka filluar disa indicje për t'i krijuar disa oligarkë të tyre dhe normal me to për ta menaxhuar shtetin. Kjo është rreziku. Domethënë, ne po dëmtojnë një segment të sektorit privat duke i favorizuar disa miq dhe dashamir që i kemi për t'i krijuar bizneset të tyre dhe këto që kanë një përvojë, një bagazh, kanë staf, kanë punëtor, duke i dëmtuar në forma të ndryshme dhe duke pamundsuar edhe zhvillimin. Kemi një rast domethënë konkret, që është mbyllja një fabrike që ka pas 2000 punësuar në Gjakov. Dhe kjo ka kryekput rezultat i mos mbështetjes së qeverisë për biznesin e fjalë. Dhe kështu, ne, sipas disa statistika, vitin e kaluar janë mbyll 2000 biznese në Kosovë. Kur s'ka qenë kështu. Që ka shumë tjera të pa deklaruar falimentimin e tyre. Po se edhe falimentimi është një farë procesi që duhet të deklarohet dhe ka shumë të tjera që nuk i deklarojnë, sa e nuk konsiderohet e mbyllur nëse ti ki borxh ndaj ATK-s, ndaj shtetit dhe ato pasivizohen vetë duke i figuruar borxhin në ATK, po realisht nuk funksionojnë. Po ato zyrtarisht që dihen, janë mbi 2000 të tilla që janë mbyll, nuk e ushtrojnë funksionin zyrtarisht të biznesit që ata kanë operuar deri dje. Dhe kjo është alarm, këtu do të më dhejë drita kuqe për me i thirr edhe vëmendjes, edhe ndërgjegjes, të gjitha ata që nesër kanë me shku në seancë edhe kanë me usill, sikur para 4 tetorëve, që kanë më mbledh 5 minuta edhe kanë me dalë prej aty të qytetari shkret bashkë me ne. Ndërka që paguan këtë mujin për 5 minuta. Po pra,
edhe kanë u ballafaqu me përditshmërinë e njëjtë, me çmimet e shajta pa perspektivë, dhe kjo për më tepër rrezikon ta stimuloj migrimin, i cili edhe ashtu ka qenë i madh viteve të fundit dorën zemër, por kjo pretendohet të jetë hala më i madh për shkak krizës edhe politike. Artan, kemi pa që shumë biznese filluan aplikimin e tyre tek ZRE-ja për lehtësimet që u thanë ata. Sa ju besoni këtyre lehtësimeve? Unë nuk, në momentin që ZRE-ja ka marrë një vendim për të shajtuar energjinë elektrike, dhe duke fshehur fillimisht atë vendim, sepse vendimi ishte marrë para zgjedhjeve parlamentare, por hesht atë u publiku pas zgjedhjeve, unë nuk besoj asgjë tek ky institucion. Për më tepër, që është institucion i kontrolluar nga dora e ish pushtetit. Dhe derisa është i kontrolluar nga dora e ish pushtetit, dhe ne ende nuk po mund të krijojmë institucionet, unë nuk besoj në to. Unë besoj në një situatë kur disa parti opozitare kanë thënë që do të kërkojmë në momentin që konstituohet kuvendi, do të kërkojmë llogari nga ZRE-ja dhe do të kërkojmë shkarkimin e tyre nga pozicionet, bile duke i ndjekur penalisht ata. Te kjo veprim besoj, por nuk besoj të veprimet e ZRE-s, sepse ne kemi parë biznese që janë ankuar që energjia elektrike është 250% më shtrejt sesa para këtij vendimi për të shajtuar. Do të thonë, jemi një stat kaotike në aspektin edhe ekonomik, në veçanti në aspektin ekonomik, që kurkush nuk po thot kur gjë për këtë. Do të thonë, kjo situatë po ndodh në Kosovë dhe këta po sillen sikur po ndodh në Bosnjë, në Serbi, në Maqedoni dhe nuk atakon Kosovën. Realisht e kanë shpi problemin dhe nuk mirën me asgjë. Artan, u flet për 16.1% të shtehimit të energjisë elektrike, po ndërka që shumica e qytetarëve e të i kalojnë tarifën e caktuar për këtë 16.1% që i bjen që kanë me pagu 35.5% më shtrejt energjinë elektrike. Të gjithë neve, sidomos në pjesën e dimrit, e të i kalojmë këtë tarif, pra që ka na pret e dimrit. Dimri, e pat një impact tash, që po shkojmë ka vera, po ndërka që dimri do t'jetë edhe ma... Unë nuk po besoj që edhe verës nuk do t'jetohet kriza. Unë besoj që edhe verës gjepi qytetarëve do t'jetë akoma më i varfër sa i përket që vështirësisë që sjell fatura energjisë elektrike. Mos harrojmë që një pagë, sipas statistikave, një pagë mesatare në Kosovë 60% shpenzohet për produkte ushqimore, bazë, dhe pjesa tjetër është për rrymë, për ujë dhe për komunalije tjera. Që i bjen që ai duhet me jetu, ai qytetar ka të drejtë me jetu, dhe ne, jo ne, por qeveria po ja vështirëson të drejtën me jetu mirë. Kjo përbjen që me një pagë prej 500 euro që është mesatare nuk mundesh me i mbulu të gjitha këto shpenzime që ti kemi 60% pagës 500 euro shkon me mbu shtëpi me harxh. Atë që thot populli, 60%, sepse çmimet janë astronomike të shajta. Inflacioni ndonë se është më i stabilizuar, por çmimet nuk janë zhvogluar, nuk janë kthyer në gjendjen e mëparshme. Kjo si pasojë e mos kontrollit, monitorimit të çmimeve edhe nga autoriteti i konkurrencës, por edhe nga inspektorit e Ministrisë të Rozeta Hajdarit. Ata kanë për detyrë. Me çfarë pagë do të ishte minimale, Artan, me fol kështu idealisht, me mujt me mbetu në Kosovë? Krahas gjitha këtyre shpejtimeve. Paga minimale, realisht jo minimale, por optimalja. Që do t'ja eliminonte disa kriza, një familje është... Faktë 100 euro me pas në gjatë? është 800 euro. Dërë 800 euro është problem. Edhe 800 euro nuk ka shumë. është prapë luftë për mbjetesë. Por që e ki një farë komoditeti më të masë me pagën që e kem aktualisht 450 euro mesatarja, dhe natyrisht dhe dy fishi, kësaj 800 euro është një pagë që i krijon një farë komoditeti dhe i arsiton çmimet e rritura. Sepse këtu po rriten çmimet, po nuk po rriten të hyrat për familje, nuk po rriten pagat për familjet tona. Shtoja këtu që në sektor privat nuk është gjendja më e mirë, sepse politikat ekonomike të qeverive tona, e sidomos të kësaj qeverie, ka qenë në disfavor të
sektorit privat. Dhe kjo natyrisht që e ka pu situatën sot këtu ku jemi. Arton, faleminderit shumë që erdhën në Infode dhe shpalosëm të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me ekonominë në vend. Di që kishim edhe shumë tema, po shpresoj që do të jemi përsëri bashkë. Patjetër, i gatshëm kur do herë. Faleminderit për ju dhe shumë. Faleminderit shumë. E neve do kthehemi përsëri në studio me intervistën e radhës. U kthehem në studio për të diskutuar në lidhje me komunën e Dragashit, ku më mua në lidhje direkte është kryetari i kësaj komune, Bexhet Xheladini. Faleminderit shumë, kryetar, që pranuat që t'jeni pjesë e Infodes. Më ndërqos dhe më lejon që të përshëndes teleshoqëruesit tuaj, kudo që janë. Kryetar, tashmë jemi afruar edhe zgjedhjeve komunale, a do t'jeni përsëri kandidat për kryetar të komunës? Po, faleminderit për pyetjen. Unë do të ky ka fundi mandatit e parë si kryetari i komunës së Dragashit. Ndjem kryesia e LDK-s, kryesia zgjeruar duke i përfshirë dhe kryetarët e nëndekve, kemi marrë një takim dhe ku nga i takim unë jam propozuar si kandidat i cili do të garoj nga radhët e LDK-s për kryetar të komunës në mandatin e dytë. Do të votimi ka qenë unanim, pas një vot kundër, pas një abstenim. Një herët jam zgjedhur edhe bashkë si listës së asamblisë e kuvendit komunal, por që nuk do të jem asamblisë, do të thotë qëllimi im është që të jem kryetari i komunës edhe një mandat tjetër. Kryetar, është zgjedhur shumica e kryetarëve të komunës Kosovës nga ana e lidhjes demokratike të Kosovës në takim ku ju po e përmendet që ju mandatuat edhe për një mandat në krye të Dragashit. Jo, se pari mandati fillon, do thotë propozimet e bëjnë degët e LDK-s në nivel të komunave. Të rasti im është do të dega e LDK-s të Dragash ka propozuar mua si kandidat nga radhët e LDK-s që të garoj në zgjedhjet e ardhshme lokale. Edhe disa komuna të Kosovës e kanë bërë gjë të tillë, po do thotë unë më duket jam komuna e tretë në nivel të Kosovës ku LDK-ja i ka propozuar kandidatët e saj për kryetar të mundshëm të LDK-s të komunave. Kryetar, a pritni që do të jeni përsëri fituesi i Dragashit duke ditur gjithë punën që juve keni bërë atje? Duke marrë parasysh do të thotë ne sipas vlerësimit që na kanë bërë edhe organet do të thotë qendrore, po ne ashtu edhe vlerësimit që na punoj bën për çdo ditë popullata e komunës Dragashit dhe punës tonë që kemi bërë, shpresoj që votuesit edhe një herë do të më japin besimin që edhe një mandat 4 vjeçar ta udhëheqë komunën Dragash. Kryetar, si qëndron puna në Dragash, keni arritur që të implementoni të gjitha projektet që juve keni pasur në plan? Siç dihet në fillim të çdo mandati do çdo kryetari do të i paraqet prioritetet e veta, edhe unë si kryetari i komunës së Dragashit kam paraqitur disa projekte dhe deri në fund mandatit shpresoj se shumica ndërmuese do thotë mbi 90% të gjitha projekteve që i kemi bërë parapat realizohen, do të realizohen dhe janë realizuar. Mirë po, në fillim mandatit na kanë paraqitur secili kryetar shumë më pak projekte. Unë deri sot kemi realizuar mbi 500 projekte të ndryshme, sidomos projekte në investime kapitale. Dhe ato do të thotë i kemi realizuar në tërësi, po jemi edhe në realizime sipër të projektit më të madh në historinë e komunës së Dragashit, projekti i cili do të kushton mbi 3 milion euro, projekti Ujsjelësit për 15 shatra dhe qytetin e Dragashit, i cili do të furnizojë këto 15 shatra me ujë dhe ky projekt është ka fundi. Gjithashtu në kuadër të këtij projekti jemi duke ndërtuar edhe fabrikën për përpunimin e ujit, sepse uji i cili do të merret nga lumi, i cili pastaj duhet patjetër të trajtohet në impjantin për përpunimin e ujit. Kryetar, përveç këtyre çështjeve, sa keni arritur të implementoni edhe projekteve tjera dhe a keni pasur prekraje nga niveli qendror?
Shumica dërmuese e projekte i kemi bën nga buxheti, do thot nga granti qeveritar, të cilën e ndan qeveria për çdo komunë, por kemi pas ndihma jo ashtë të mëdha nga qeveria qendrore, kemi pas ndihma në fillim të mandatit, kurse ka fundi i mandatit tash, tutje të fundit nuk kemi shumë pak nga ndihma nga qeveria qendrore. Pse ka ndodhur kjo, kryetar? Po nuk e di arsyeën pse, po megjithatë do thotë në fund të mandatit, do 2 ditë e fundit kemi pas shumë më pak ndihma se sa në fillim të mandatit tim. Mirë po kohëve të fundit këtë vit kemi arritë që të fitojmë edhe një projekt nga qeveria qendrore, nga Ministria e Kulturës. Jemi duke do të fillojë së shpejti ndërtimi i një qendrës multifunksionale. Kryetar, duke ditur që tashmë jemi në fazën e konstituimit të kuvendit të Kosovës, sa po ju pengon juve kjo periudhë ku nuk kemi një qeveri e cila është formuar dhe të çojmë përpara projektet që kanë të bëjnë edhe me komuna, duke ditur se ka një lidhje ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal për implementimin e disa projekteve të saktuara? Problemi më i madh që e kemi në komunat dhe kryetarët e komunave është kontrata kolektive, e cila do të thotë ka edhe implikime të mëdha buxhetore dhe qeveria qendrore po është duke i zbatuar vendimet dhe është duke na i marrë mjetet e grantit, mjetet e komunave dhe qeveria po na i marrë këto mjete nga projektet cilët na kemi lidhura kontrata me kontraktorët privat, dhe këto janë ato pengesat më të mëdha që po na shkaktojnë. Gjithashtu ka edhe vonesa në alokimin e mjeteve, ka vonesa administrative, pastaj tash e kemi sfundi edhe ka vonesa në implementimin e grantit e performancës, sepse ende nuk na ushue buxheti për implementimin e projekteve dhe grantit për performancës. Ne si komunë, unë prej se kam marrë si kryetar, jem edhe fitu që 3 vite rresht jemi fitues të grantit të performancës, që do të thotë se jemi komunë e cile kemi arritur një progres shumë të madh në realizimin e shumë objektive të komunës, për atë edhe na jemi edhe fitues i grantit të performancës, e shpresojmë që fitues do të konkurrojmë edhe herë për herë të katërt që të jemi fitues edhe një herë i grantit të performancës. Këto janë ato problemat më të mëdha që i kemi me qeverinë, e sidomos konstituimi i parlamentit, por sigurisht do të ketë implikime edhe buxhetore, implikime edhe do thotë edhe vonesa edhe në alokimin e mjeteve edhe pengesa tjera administrative. Kryetar, përmendet kontratën kolektive, pra një çështje që e shqetëson shumicën e komunave të Kosovës, duke ditur se po i merr goxha shumë nga buxheti i tyre. Kemi parë se shpesh herë është bërë polemik se a duhet të ndërpritet mënyra procedimit e mjeteve. Mirë, po juve specifikisht si komunë, sa ju ka dëmtuar kjo kontratë kolektive? Ja, për shembull, vitin e kaluar na kanë marrë afër 1 milion euro, edhe ato nga investimet kapitale dhe gjysmë milion euro na është marrë nga projekti më madhor i komunës tonë, nga projekti i furnizimit të ujit të pijshëm. Kështu që këto janë ato pengesat që po na vonohen projektet, edhe na tash me buxhetin e vitit para prak, po mundona të mbulojmë ato mungesa financiare, edhe këto po do të përshkaktojnë vonesa në implementimin e projekteve. Kështu, sa i përkur e përmendet arsimin, na kemi investuar shumë edhe në arsim edhe në shkolla, në infrastrukturë publike, por ashtu për herë të parë që 2 vite komuna Dragashit bën transportin e të gjithë nxënësave dhe të shkollës fillore dhe të shkollës mesme gratis pa pagesë. Derisa kjo praktik nuk ka qenë më herët, tani do thotë gjithë nxënësat cilët udhtojnë dhe nuk është në shumicën e vendeve. Dhe në shkollat do thotë nga të gjithë e bëjnë transportin e tyre pa pagesë. Dhe do të kemi arritë që një barë të madhe të prindve ta jekim një barë të madhe financiare, gjithashtu kemi arritë që do të nxënësat të cilët, sidomos ata parashkollorët, edhe nxënësat deri në klasën e 5, do të cilët i kanë edhe çantat e rronta, kemi arritë që do të në një farë mënyre duke realizuar transportin e tyre të lehtësojmë edhe bartën e nxënësave këtyne nxënësave deri në klasën e 5,
dhe indirekt do thotë kemi bën një preventiv Duke ditur peshën e rënd që ata fëmijë bajnë. Durthit korrizor të nxënësave. Gjithashtu edhe kemi ullë edhe rritshmërinë e udhëtimit të nxënësave, sepse në mungesë të tutorëve shumë herë nxënësat kanë qenë detyruar të udhëtojnë nëpër rrugë lokale, magjistrale, dhe në këtë drejtim ne kemi bërë edhe një rujtje të shëndetit edhe të rrezikut nga do thotë dëmtimet e fëmijëve në komunikacion. Kryetar, cili do të jetë projekti të cilën synoni të realizoni në mandatin e ardhshëm nëse do t'ju jepet nga qytetarët e Dragashit? Nesë sigurisht që ndonjëherë tash për te, sepse jemi në fillim të përgatitjeve të programit për mandatin e ardhshëm, por megjithatë do të vazhdojmë punën e deri tanishme, do të si kryetar i komunës dhe si qeveri komunale, do të jemi të komunë, do të vazhdojmë të jemi transparent në punën tonë, do të kemi një qeverisje të mirë, do të kemi investime kapitale tjera dhe këto investime kapitale do të bazohen në kërkesat të qytetarëve. Gjithashtu do të punojmë që realizimi i buxhetit të jetë 100% për arsye se na këtë vitin e kaluar kemi arritë të realizojmë buxhetin deri në 98%. Gjithashtu synojmë që prapë gjatë mandatit të ardhshëm për çdo vit jemi fitues të grantit e performancës dhe do të orientohemi më shumë do të thotë sa i përket investimeve që kërkohen në arsim edhe në shëndetësi. Kryetar, Dragashi njihet edhe për bukuritë natyrore të cilat posedon. Sa është punuar në infrastrukturë, sa i përket pasurimit edhe më tepër të pasurive natyrore dhe tërheqjes të turistëve atje? Na me qeverisjen tonë 3 vjeçare e gjys, kemi rritë që pjesën më të madhe të infrastrukturës ta përmbyllin. Që do të na jep shumë pak punë për mandatin tjetër që ajo pjesë e infrastrukturës e cila ka qenë e pakryer ta kryjm, dhe siç thotë edhe ju në fillim, orientim zhvillimor i yni është edhe do të jetë edhe zhvillimi i turizmit edhe zhvillimi i blegtorisë, për arsye se na i kemi resurset edhe kushtet që këto dy degë të zhvillohen më shumë. Mirë, po na në kohët e fundit po ballafaqohemi me dy probleme, problemin e ikjes së popullsisë, sidomos të rinisë dhe njerëzve të shkolluar jashtë, po ne ashtu jemi duke ballafaqur edhe me ikjen e popullatës edhe brenda territorit të komunës të Kosovës, do thotë njerëzit janë duke ikur nga Dragashi dhe duke u shkuar në Prishtinë edhe fushë Kosovë, edhe në regjistrimin e fundit të popullsisë kemi pas një ramje të madhe të numrit të popullsisë krahasime para 12 vite kur u bën regjistrimi i popullsisë. Gjithashtu problem tjetër madhori yni është po pse po ndodhin këto ikje, kryetar? Se po vjen deri tek ikja e popullatës. Komuna Dragashit është komunë e varfër, komunë ekonomikisht jo shumë e zhvilluar, është komunë e cila do të thotë më shumë tyrat i ka nga gurbeti dhe këto pjesa më e madhe e njerëzve për këtë qëllim ikim sepse nuk ka kushte këtu, nuk ka investime. Para të unë nisa me thonë në fillim që ne po ballafaqohemi me një problem ku 57% e territorit e komunës së Dragashit është i shpallur park nacional dhe deri me tani jo që nuk i kemi pa këtij parku, po vazhdimisht në përgjithësi, në vazhdimsi Parku Nacional na ka penguar që të zhvillohet edhe turizmi, edhe blegtoria, dhe gjithashtu edhe pjesën dërmuese të tokës punuese na ka marrë AKP-ja dhe na që 10 vite jemi në gjyq me AKP-n dhe po bëjmë për çdo ditë tentim përpjekje që to tokat ja kthejmë komunës së Dragashit, mirë po gjykata dhoma e posaçme, gjykata supreme e ka prunë një mas të përkohshme dhe na këtë tokë nuk mund ta shfrytëzojmë. Kemi investitorë cilët dojnë të vinë, të investojnë në turizëm dhe të investojnë në blegtori dhe kemi me 10 do thotë kërkesa, mirë po në mungesë të dhënies së tokës për shfrytëzim na ata investitorë po kthehen prapë. Kryetar, unë të falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe ta shpalosim të gjithë punën që juve keni bërë në Dragash. Faleminderit shumë. Shpresojmë që herën tjetër do t'jeni në studio dhe ta realizojmë bashkë intervistën dhe t'flasim edhe me tutje për projektet e juaja. Po, faleminderit shumë.
E neve të ndëruar shikues të Infodez, do kthehemi në studio për të folur në lidhje me sulmet kibernetike që po bëhen në Kosovë edhe mënyrën se si po i trajtojmë neve. U kthejmë në studio për të folur për një çështje e cila është mjaft aktuale e kohëve të fundit. Flasim çdo ditë për sulmet kibernetike, mënyrën se si i trajtojmë ato, po për të folur specifikisht për këtë çështje. Me mua në studio është drejtori i kompanisë Arkus, Behar Fazliu. Behar, faleminderit shumë që erdhe në Infodez. Faleminderit për ftesën. Sot po e ndëgjojmë çdo ditë thuajse sulmet kibernetike. Po a mund është na sqaru më shumë se çka janë sulmet kibernetike dhe kush na sulmon? Po faleminderit. Arsyeja pse sot dëgjojmë kaq shumë për sulmet kibernetike është për shkak që jeta jonë çdo ditë më shumë po varet për infrastrukturës digjitale. Ndoshta vetëm 50 vjet më herët shumicën e punëve që i kryjmë sot nuk kena mujt me i kry. Për shembull sot secili person përdor telefon, përdorim rrjete sociale, po në aspektin pak më të madh ose më madhor, edhe infrastruktura kritike jonia sot po varet prej digitalizimit. Përderisa më herët e kena marrë një certifikatën komunë, sot e nxjerrëm atë certifikat përmes i Kosovës. Përderisa më herët ke shku me pagu rrymën në një post office, sot mu e paguajnë rrymën në mënyrë digjitale. Këtu janë veç disa prej shembujve se sa lehtësime, aq edhe rreziqe. Aq edhe rreziqe. Kështu që me çdo teknologji të re vinë edhe rreziqet prej saj. Tash sulmet kibernetike janë sulme parimisht ndaj infrastrukturës digjitale, cilat kanë për qëllim me nxjerrë informacion. Pastaj që informacion mundet më përdor për qëllime të ndryshme. Fole për pagesat që mujna me bë përmes bankës, pagesat që neve i përdorim çdo ditë, sa janë lehtë të çastshme, mënyra e pagesave online, këto kredikartela që neve i kemi, llogaritë bankare, sa munden me u keq përdor online? Damet e përgjithshme në botë prej sulmeve kibernetike vitin e kaluar kanë qenë rreth $8 trilion. Më thonë, vetëm ekonomia Amerikës dhe Kinës janë më të mëdha se sa kjo shumë. Kështu që damet prej sulmeve kibernetike në vitin aktual që jemi, pritet me arrit plus 2 trilion. Kështu që pasojat financiare prej sulmeve kibernetike po shkojnë të rrit, mirë po sa rritën rreziqet, rritet edhe përgatitja. Nëse para 10 vjeteve për shembull sistemi bankar ka qenë më i dobët, sot është më i fortë. Dhe më thonë, në momentin që hakerat zbulojnë mekanizma pak më të avancuar për me sulmu, atëherë edhe sektori financiar gjen mekanizma më të avancuar edhe për më mbrojt. Është se që i thojnë loja e macës me minin, ku nuk besoj që kena me mri me një pikë, ku kena me mujt me qenë për herë të mbrojtën prej sulmeve kibernetike. Mirë po, raporti humbjeve në krahasim me raportin e benefiteve nuk është edhe aq negativ. Këto bën përjashtim të madh aspekti i shteteve cilat bojnë sulme për qëllime financiare. Për shembull, Korea e Veriut konsiderohet si shteti më agresiv në aspektin financiar, ku programin e saj bërthamore ka financuar përmes sulmeve kibernetike që i bën, edhe në atë farë vazhdimsinë funksionale të shtetit në mas të madhe mundson përmes këtyre sulmeve. Po, neve si qeveri e Kosovës e formuar tash së voni, sa jemi mirë qëndrueshëm në përballje të këtyre sulmeve kibernetike? A janë hakerat një javë më përpara qeverisë, apo jemi mirë, qëndrojmë mirë në përmbajtjen e këtyre balanceve që të mos kemi sulme kibernetike? Ka aspekti shtetit, një shtet mundet mu konsideru i fort në siguri kibernetike nëse ka strukturën e qeverisjes të mirë, se edhe aspekti kibernetik kërkon qeverisje edhe inkuadrim të ngusht institucional, janë partneritetet publiko-private edhe ndërtimi kapaciteteve që shteti e bën. Në aspektin e qeverisjes, Kosova është shumë mirë, nashta më mirë se sa mesatarja e rajonit. Të bashkëpunimet publike. Arritje goxha e mirë. Është arritje shumë e mirë, do të thonë arritja e qeverisjes, na kena ligjin për infrastrukturë kritike,
E kena agjensinë për siguri kibernetike, cila është në formim e sipër, kena qendër kombëtare trajnuese. Do thonë ka aspekte se që duken sanet në letër, Kosova nuk është keq, problemet pas ne fillojnë te pjesa e ekzekutimit, kështu që kapacitetet teknike që me mujt me u përballë ndaj sulmeve kibernetike nuk janë optimale, mirë, po gjithçka fillon prej qeverisjes. Qeverisja e mirë nënkupton që edhe ekzekutimi mas ne mundet ma i mirë. Kështu që në aspektin e ndërtimit kapaciteteve ka ende punë, po kjo nuk është problem veç i Kosovës, po është problem global, për shkak që kërkesa për profesionist në fushë sigurisë kibernetike, edhe oferta në treg, sa njerëz tri po vinë që në gjendje me punu, nuk janë në balancë, sepse kërkesa po rritet shumë a shumë. Kështu që veç në perëndim, më thonë Evropa perëndimore bashkë me Amerikë, janë dikon 4 milion pozitat hapura për siguri kibernetike, të cilat janë paplotësume. Kështu që nuk është kjo problem që e ka vetëm Kosova, po e kanë edhe vendet e tjera. Ose që të rritë kosovar duhet më shumë të orientohen nga kjo fushë në mënyrë që të jenë më të mirë dhe në treg të punës, pra të jemi më të qasshëm edhe në treg të punës, qysh për Kosovën ashtu edhe për botën. Po kjo është diçka që na me kompaninë tonë jena të punu intensivisht, që me i njoftu trit me fushën, po edhe me ofru mekanizma edhe mjete se që është trit me u inkuadru në siguri kibernetike, për shkak që siguria kibernetike është e vetmja fushë e cila mundet me fuqizu shtetin në gjitha aspektet. Për shembull, prej aspektit diplomatik, është një fushë e re që quhet diplomacia kibernetike, ose cyber diplomacy, ku përmes fuqisë kibernetike mundu me arrit objektiva diplomatik për shtetin. Është aspekti i informacionit, ku përmes sigurisë kibernetike shteti si shtet mundet me pas qasjen e informata të rëndësishme për siguri kombëtare. Është aspekti ekonomik, ku përmes sigurisë kibernetike, përmes ofrimit shërbimeve dhe ndërtimit produkteve mundu me forcu ekonominë e Kosovës. Po dhe është aspekti ushtarak, ku përmes sigurisë kibernetike mundu me arrit objektiva parimisht ushtarake. Kështu që nuk ka fushë tjetër mbrana Kosovës që një ri mundet me hi edhe mundet me i prej katër këto objektivat njëtën kohë, për në njëkohësisht tregu vetëm për shërbimet që ofrojmë na si kompaninë siguri ofenzive, tregu global po rritet me 25% vjet, që ai bën që çdo 3 vjet dyfishohet nevoja për këto shërbime. Kështu që kushdo që është interesuar me hinë siguri kibernetike, është një treg në rritje, edhe për shkak të rëndësisë në siguri kombëtare, nuk është që po investon vetëm sektori privat, po investojnë edhe shtetet. Dhe sot, për shumë shtete, është pjesë e pandashme e strategjisë të tyre të sigurisë kombëtare. Do të thonë, siguria kibernetike nuk është më një fushë ndame ku një ekip i vogël e mbron veç një korporat. Është diçka që është institucionalizuar edhe është integruar në secilën porë të shoqënisë. Kur është integruar në secilën porë të shoqënisë, për krejt qatë zinxhir, do të thonë prej qeverisjes e deri te personi i fundit që punon ndikon, ka pozitat hapura, ka role të ndryshme dhe ka diversitet mbrana fushës që mundën edhe njerëz ndoshta që nuk janë shumë teknik, mundën me gjetë veten te aspekti i qeverisjes për shembull. Pra, një gjë shumë e mirë dhe një fushë që shumë të ri do të kishin gjetë veten, duke ditur që kemi kapacitete për me shfrytëzu, me zhvillu edhe me tutje këtë temë. Mirë po, neve si shtet kemi qenë të prekur nga sulmet kibernetike edhe për kujt rrezikohemi më shumë herë, duke ditur që këto sulme mund edhe të shpeshtohen. Po, ma janë disa kategori të nga kështë për pyetjes nga kështë rrezikohemi, janë disa kategori të këta quhen aktorët e rrezikut. Aktorët më të rrezikshëm kibernetik janë i thojnë advanced persistent threats, janë vetë shtetet, ekipet që financohen prej shteteve, për shkak që shtetet kanë kapacitetin financiar, kanë kapacitetin institucional që mi mbështet këto grupe mi financu edhe mi ofru qasjen resurse. Edhe ata mundën më merë me një mision për një kohë jashtëzakonisht gjatë. Për që ta dhe fjala advanced persistent threat, quhet kështu për shkak që spari janë të avancuar në aspektin e kapaciteteve. Persistent nënkupton që nuk tentojnë vetëm me hy me boni dëm e më tërhek, po tentojnë me hy edhe me qëndru gjatë në për sisteme, edhe threat për shkak që janë rreziqe. Do thonë në këtë aspekt, grupet më të rrezikshme i përkasin Rusisë, i përkasin Koreas Veriut, është Irani,
pastaj prej shteteve tjera kibernetike në Izraeli dhe SBA-t, edhe do më thonë është një lojë mjaft e rrezikshme që është ulum prapavi, ku këto grupe shtetërore sulmojnë njëra tjetrën. Mirë po, shtetet, një kartë tjetër cilën e luajnë, janë grupet kriminale kibernetike, cilat financohen prej shtetit, ku nëse këto grupe kryejnë një sulm, shteti mundet me u tërheqë edhe mos me marrë përgjegjësi. Rasti ndoshta më interesant i këtij raporti është Rusia me grupet kriminale kibernetike, ku dihet që formalisht ose strukturalisht nuk janë pjesë e shtetit, mirë po marrëveshja pashkrume me shtetin e Rusisë është që ekziston. Përderisa jo kryeni dome në botën perëndimore se kundër armiqve të Rusisë, shteti i Rusisë nuk ju pengon ose ju përkrah. Kështu që kjo është kategoria më e rrezikshme, cilat, më thonë edhe fqinji jo verior, ka si kapacitete të tilla. Rreziku i dytë, edhe ndoshta ka aspekt ekonomik pak më i madh, është grupet kriminale, cilat po ashtu kanë shumë kapacitet, mirë po këto dallojnë prej motiveve. Përderisa një APT që përmendëm më herët, i kryen objektivat ose misionet që jep shteti, që jo domosdoshmë financiare, mundet me qenë destabilizimi i popullatës, shkatërrimi i infrastrukturës kritike. Grupet kriminale kanë për qëllim parimisht aspektin financiar. Edhe sot përmi 90% e këtyre sulmeve kibernetike në botë kryhen për qëllime financiare. Grupet kriminale mundën me qenë grupe, mundën me qenë individ, mundën me qenë brenda një shtetit, mundën me qenë më shumë komshe. Kategoria tjetër janë aktivistat, për shembull si Anonymous Group, cilët janë motivuar ideologjikisht. Për shembull e ka sulmuar Rusia Ukrainën, grupi Anonymous e shes se diçka jo ligjore, edhe organizohet mi bë dëm Rusisë, domethënë për qëllim ideologjik. Grupi tjetër janë mercenarët, domethënë ka kompani ose grupe të cilat nëse kryejnë sulme kibernetike me pagesë, edhe është një kategori tjetër e thonë script kiddies, ose ju thonë se fëmijët vogël se nuk janë shumë të aftë, mirë po hen e gjen diku në skript në internet, e shet që mundet të bëni dëm përmes saj, edhe bojnë dëm. Po një grup në rritje, këgjë i rrezikshëm është edhe në grupi terroristave, ku kryejnë operacione kibernetike me qëllim parimisht luftës psikologjike ose formësimit narrativës. Vlen me cek për fund kësaj pyetje edhe një rrezik që është shumë i madh. Sot jetojna me një kohë ku është hera e parë në histori që një shtet mundet me pas qasjen krejt popullatën e një shteti tjetër. Nëse menojna luftën e dytë botërore për shembull, qysh kish mujt Anglia me ndiku popullatën e Gjermanisë, o kanë gati e pamundur, o dash nashta me infiltru ndaj person fizikisht, ose nashta me korruptu ndaj akter mbrana qeverisë, kurse sot për shembull një shtet si Rusia mundet këtë popullatën e Kosovës me arrit përmes rrjeteve sociale. Çka është ndodh? Që ka ndru lufta një farë mënyrë. Ka ndru lufta, ka ndru shumë, ka evolvu. Edhe ka evidencë të mjaftueshme që në Amerikë, para zgjedhjeve të prezidenciale 2016, 2 spione i ka dërgu Rusia, ku e kanë bërë një tur për rreth Amerikës, edhe kanë mbledhur informata se çka po fol populli amerikan, çka po beson, ku i kanë problemet, cilat i kanë bindje, cilat i kanë ndasit, kanë mbledhur informata dhe masnej, kur janë kthyer në Rusi, kanë marrë ato informata, i kanë ndërtu disa ferma që i thonë troll farms, përmes cilave kanë kriju profile të rrajshme, kanë kriju grupe fetare, kanë kriju grupe për shembull për drejtat minoriteteve, edhe masnej përmes atyre grupeve kanë organizu protesta, ka pas raste që kanë organizu edhe protesta pro edhe kundër diçkafit, kështu që përmes asaj kanë mri që me shumë gjas në është edhe me jap fiturin Donald Trumpit, kështu që sot senet ngjashme ndodhin edhe në Kosovë, ki profile të rrajshme që fillimisht fillojnë me mesazhe pozitive se patriotike, edhe masnej çojnë mesazhet masnej destruktive, të cilat na ulin imazhin në aspektin ndërkombëtar, po edhe qëto ndasi që i kena mbrana vetit, qoftë ndasi politike, qoftë fetare, i thellojnë ato ndasi, edhe na nuk jena të tregu shumë taft ose proaktiv në këtë lloj mbrojtjes. Ato profile duken se shqiptar folin shqip, çojnë mesazh shqip, është shumë zër me diferencu mes çka është realitet dhe çka është e rrajshme. E mendoj që a bim prej kosovarët shumë këtyre jashtëzakonisht shumë për shkak që kena tendenca kulturore me qenë emocional, edhe nuk kena shumë menim kritik
përgjithsisht si popull, nuk është diçka që mësojnë në shkolla, edhe ka aspekti fetar, patriotik, sidomos, ose aspekti kanunit, nderit, cilën do prej qytyne që e prek shqiptarin mesatar, është shumë i prirën që me reagu emocionalisht ndaj saj. Një koment që na si gazetar shumica përballemi kur na thojnë që ti je shpion i Serbisë. Pra, çdo herë përballemi për këtyre komenteve. Pra, sa duhet mi marrë për bazë ata njerëz që na shikojnë këto komente, duke ditur se pavarësisht kësaj mund të me qenë dikush që e bën me prapavi edhe këtë gjë. Në veç menoj që edhe si profesionist i fushës, është shumë e vështirë me ditë kësh është mrapa një mesazhi, për shkak që Serbia ka agendën destruktive ndaj neve, po ka edhe Rusia ka agendën ndaj neve. Po ka mrena një venit ka dhe shumë grupe tjera të interesit. Po kër vjen puna të espionazhi, që ka nashta njerëzit nuk e din, shumë njerëz nuk e din, është që shumë njerëz nashta përqojnë mesazh negativ, pa ditë që përqojnë mesazh negativ, influencohen prej asaj. Kështu që ajo se a janë gazetarët spion të Serbisë apo nuk janë, nuk muna me thonë kërë me sigurit plot, mirë po, që ka duhet me këqyrë për me ditë. Jo, e pata fjalën për komentet që njerëzit japin në rrjetet sociale, që munden me pas edhe prapavia të sulmeve kibernetike, pra bën me një arsye edhe këto sulme mediave të caktume. Po, ajo është shumë e mundur. Ajo është shumë e mundur edhe është pjesë e qëti playbookët që përdorin shtetet për këtë lloj damit. Për shembull më aktual që e kena është lufta ose konflikti momental mes Indisë dhe Pakistanit. Për shkak të kaosit që në teren nuk po dihet sakt çka është ndodh, secili shtet, qoftë për popullatën e vet, qoftë për anën tjetër, është të tentu me kontrollu narrativen. Dhe janë të tentu që popullit vet mi ashit një verzion që është i konvenon qeverisë, për në njëjtën kohë të i përdor çdo mjet edhe mekanizma që të popullit tjetër me pas ndikimin e këndër. Do me thonë, edhe të populata e vetë, edhe në aspektin ndërkombëtar, edhe në raport me popullatën e huj, është të lu një loje trefesht për kontrollimin e narrativës. Kështu që nëse një qytetar dënë me kuptu realitetin, mas mirë është me hi me lexu libra për menim kritik, edhe mas në i me apliku menimin kritik në case by case. Nëse një mesazh i caktuar po përcjellet ose po përqohet, duhet me menu cili është mesazhi dhe kujna është i shërby që ai mesazh. Nuk ka formulë që e determinon sakt për secilin rast çka është dezinformat ose çka nuk është. Po qysh na si shoqëni për me u vedisu, përveç se me lexu, që shumica e njerëzve nuk e kanë edhe të arsyeshëm, jo të arsyeshëm, po nuk dojnë thjesht me lexu. Çka do të me ditë, qysh me umbrojt, cilat janë ai hap më i thjeshtë që me mujt me detektu që ky është një akaunt fake edhe po bëhet me një qëllim të caktuar. Po, shumë pyetje e mirë, unë e menoj, edhe nuk është menim që diçka që e menoj veçën, po në industrinë tonë është një menim ose bindje që secili person duhet me qenë i vetëdijshëm për siguri kibernetike për një arsye shumë të thjeshtë. Sulmet më të sofistikume kibernetike edhe që kanë shkaktuar më shumë të dame në historitë të industrisë tonë, vijnë prej infiltrimit që u bë përmes një personit. Do të thonë organizata Aramco është kompania më e madhe në botë, e cila është kompania shtetërore e Arabisë Saudite që kontrollon komplet prodhimin e naftës. Në vitin 2012 ka sulmuar Irani, edhe ja ka fshi komplet hardiskat e infrastrukturës teknologjisë. Në atë kohë, kompania i ka pas dikën 35.000 se 40.000 punëtor, mirë po, për me infiltru në kompani Irani, u infiltru për mes një personit. Hipotetikisht, nëse një haker mrin me infiltru të një person që punën në qeveri, për shembull, ai përmes çatij personit mundet me u infiltru në krejt sistemin e qeverisë. Nëse infiltrohet të një person që punon në kek, përmes çatij personit mundet me infiltru të krejt keku. Kështu që ti je aq i fortë sa personi më i painformuar ose më i dopt që e ki. Kështu që për çata janë do kurse bazike për cyber awareness që kryen. Hapat më të thjeshtë që janë është mos me jap informata personale në internet.
mos me qitë shtëpinë në fotografi, mos me qitë fëmijët në fotografi, mos me qitë dhona personale në fotografi. Shpesh herë për shembull mënyra që zhvillet një pasvard është veç të bo i thojnë open source intelligence. Nëse për shembull dën me haku një person, mbledh informata online, gjen informata ku po rrin, çfarë kohë po rrin. Nëse ka fëmijë me një kurs caktuar, e merr vesh për shembull në cillin kurs është të shku, e këshir kanë ka profesor, mas ne e merr ti emailin e profesorit, ja ndron një shkronjë, e çel çat email vet, edhe i thu prindit për shembull e fëmia jot, që ja ke pa emrin në informatat që prindi ka jap vullnetarisht në internet, i thu për shembull sot u lëndu fizikisht ose ndodhi diçka, ai e hap çat email, edhe mas ne përmes çasaj hapjes çasaj emaile infiltrohet. Kështu që hapi i parë është me limitu mos shpërndaj informata në internet personale veç ato çka duhet. Çka do të më qitë internet ver? Qa është e mirë me ju shërby për shembull publikut ose njerëzve, ndjekësve tu që i kiti në Facebook po flasim specifikisht. Në menoj më me rëndësi është me ditë çka mos me qitë se sa çka me qitë. Po, rrjetet sociale janë kriju për një arsye, njerëzit më shoqëru, me pa një jetë përditshme çka po ndodh, që po kalojnë. Po dhe shërben edhe për punë. Po shërben edhe për punë. Menoj që një prej përdorimeve të mira të rrjeteve sociale është që me shërby informata të dobishme. Për shembull, ka shumë njerëz që sot në rrjetet sociale marrin informata të dobishme, qoftë për biznes, qoftë për mjekësi, qoftë për mekanik, ka grupe të ndryshme ku njerëzit gjejnë njerëz me interesa të përbashkëta. Nuk shoh diçka domosdoshmë të keqen në ato. Mirë, por duhet me pas kujdes informatat ka aspekt informatave personale që ka po shpërndan, me kuptu që ato informata mundën edhe përdoren për me të profilizu kognitivisht. Po dalë tash veç një devijemi letë prej temës, më Amerikës, Kina ja ka vjedh informatat përmi 200 milion banorëve, të përfshije kanë zyrën për menaxhimin e personelit, që krejt punëtorët e qeverisë amerikane, rreth 20 milion, komplet që ato informata i ka vjedh Kina. Tash çka bën me që ato informata, bëjmë profile kognitive të popullatës, ku i kupton njerëzit si grup i madh, si grupe të vogla dhe si individ. Përmes që asaj mundesh edhe me i parashiku njerëzit. Sot sa më shumë dhona që japën në social media, që ato dhona na parashikojnë, cilat i kena tendencat, cilat i kena dëshirat, mas ne të qetë reklamat, mbas që aty në tendencave, kështu që sjelljen tonë të ardhmes ta parashikon dhe ta frymëson përmes informatave që pe jap ti sot. Kështu që më rëndësi është mu vëdisu për çet aspekt, dhe me tentu me limitu dhonat personale, edhe me menu nëse e postoj një diçka, a i shërben shoqërisë më shumë, ose interesave të mia, apo nuk i shërben. Pra, shpinë, fëmijë, dhonat ma shumë intime, asnjëherë mos mi publiku. Edhe realisht na kena një ligj shumë i mirë, ligji për mbrojtjen e dhonave personale, që nëse një kompani, nëse një biznes ti merr dhonat personale dhe vullnetarisht ose pa vullnet rrshasin që ato dhonat e tona janë të mbrojtura me ligj. Përderisa komoditeti kryesor i nashta shekullit kaluam ka qenë nafta, komoditeti modern janë dhonat. Është aspekti më i vlefshëm edhe më i rëndësishëm që e kena, se përmes dhonave na ekspozohem edhe mundëm me bë dame jo veç personale, po mundëm me bë dame edhe në rrethin ku jeton. Për fund, Behar, kisha dashur me ditë opinionin tuaj, mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës edhe shpërndarja informacioneve se që shpërndarë në internet, mënyrën se që shpërndarë ato, a do të dëmtojnë edhe më tepër procesin e zgjedhjes së qeverisë së ardhshme, apo për çka i shërben? Se kemi pa që shumë parti politike janë shumë aktive në këto rrjetet sociale, po përveç që janë aktive në rrjetet sociale mundet me qenë edhe dikush tjetër që është i interesuar t'ju bëj dëm qytetarëve të vendit. Ka konteksti politik tentoj me komentu ma pak për shkak që nuk kam... Me qenë se është goxha shumë aktuale. Kontekst politik, mirë po qka jena të pa, që e ceke, është që po ka tendenca për me kontrolu narrativen, po është një betej, për shkak që kushdo që e kontrolon narrativen, e kontrolon edhe votuesin ose e kontrolon edhe popullin, edhe ajo çka muna me thonë që pesha se pe vrej, që ka grupe edhe tendenca për me dominu ose me kontrolu qatë narrativ, edhe menaj që për popullin sëd,
të më përfshi edhe mu thjesht është shumë e vështirë me ditë çka është e vërtetë dhe çka jo. Më mendoj që kjo është nashta faktori ma që definon dekadën ku jena të jetu edhe kohën ku jena të jetu, është që jo veç të na, po qoftë në Europë, qoftë në Kinë, qoftë në cilën do komunitet global, ne qytetar e ka gati të pamundur me ditë çka është e vërtetë, çka jo. Dhe mendoj që pasoja që është kakton çikja, është që kushdo që më rrin me dominu dhe me kontrollu narrativen, çaj ka me kontrollu mas në edhe popullin edhe rrjedhën politike të çatij veni. Faleminderit shumë që gjeti kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe ngjash këto informacione që janë shumë të rëndësishme për të gjithë neve, duke ditur se qasja sidomos në internet për të gjithë qytetarët e Kosovës tashmë është e zakontë. Faleminderit shumë edhe juve, ishte kënaqësi. E të nderuar shikues të Infodesë, neve këtu po e përmbyllim këtë emision, do shihemi herën tjetër.